thonë drejten, Lumiri është ka i përgjon Artetës ndishka. Mikel Arteta, që 6 vjetë e ka morë Arsenalin dhe kam rri... Edhe Arsenali s'ka fitu që e 20 vjetë. Ja, më që 6 vjetë e ka morë. Këtë vit fitoj. Unë e përfaqoj Arsenalin që 20 vjetë. Se unë jam me Arsenalin, që po flasë me këta. Unë e përfaqoj politikisht nëse e bëj këta. Arsenalin që 20 vjetë, po. Këto 5 vite e të Lumirin LDK janë ka e sjellë këtë reflektimin e suksesit. Ne u bom kampion atje, tash me 30 kampion më të mëdhaj, LDK-ja është ka lëviz, qytetarët janë ka lëvizin, për të mirë. Janë ka dëgjojnë, janë ka bojnë pyetje të shtira, janë ka bojnë kërkesa më të mëdhaja, edhe janë ka kthejnë besimin LDK. Më besoj, po shkojmë i drejt rivalitetit 7 qershori, LDK-LVV. Jo LDK. A do zgjidhet kriza? Jo, s'ka tjetë, unë mëna janë garë, demokracinë e nga zhvillu. Po gara, Vjosa Osmani, Albin Kurti, është ka pelset. A do zgjidhet kriza të Vezgjiri, mas 7 qershorit? A zgjidhet kriza politike në Kosovë? Unë besoj që nëse zoti Kurti e pranon rezultatin e vetë, edhe e menaxhon suksesin e vetë, po. Unë e përdëgjoj, zoti Kurti po fletë për mos njohjet zgjedhjeve, nuk është e vërtet. është mos menaxhimi i suksesit, mos zbatim i zgjedhjeve. Ai po do me lanë fajnë dikun të po folë për shtigje të mbylluna, prapë ka fillu fjallorin me ndryshu, por do të me lanë vend me bashkëpunu, gara Vjosa Osmani, Albin Kurti ka mu faktu, kena me paket, kena mu bind, LDK, LVV do t'jenë në një garë për shtet, edhe unë uroj që mas shtatit me kriju konsultimi ku vendit me ndodhë, na fat, jo ligjor të rrëdit, me një ranë me ndodhë, na e na vonë, na e na 3 vjetë mbrapa, minimum. Me zgjedh presidentin e mandej me zgjedh dhe qeverin. Falenderoj shumë që ishte sonte në studion kënd debatit. Tash me zgjedh presidentin e LDK-s dhe qeverin, pse jo, këtë që... Dakor, le ta shohim pas zgjedhjes. Falenderit dhe juve. Falenderit që ishte në studion. Po ta presidenti e LDK-s nuk tha Vjosa Osmani. Kandidati është Vjosa Osmani, Vazhdon të pjesë debatit me ndonjë kandidat tjetër.